Kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, ka pritur në një takim në zyrën e tij kardinalin shqiptar Ernest Troshanin, një prej figurave më të spikatura të komunitetit katolik dhe jetës shpirtërore në vend. Gjatë bashkëbisedimit u vlerësuan mesazhet e vazhdueshme të kardinalit për paqe, tolerancë e dashuri. Kryebashkiaku i Shkodrës theksoi se këshillat e kardinalit, që i kishte dhënë në fillim të mandatit të tij të punojë me përkushtim për qytetin dhe të jetë pranë çdo qytetari të nevojë, mbetën udhërrëfyes si çmuar në punën e përditshme. Ai shprehu mirënjohje për mbështetjen morale dhe frymëzimin që figura e kardinal Troshanit përçon në komunitet, duke cilësuar atë si një zë të urtësisë dhe qetësisë në shërbim të njerëzve. Historia dhe shtit të shumë disa qytetarë, katolikë, muslimanë dhe ortodoksë, hebrej, kurshëgar. Që jeta fitë të masët. Çka ta dimë këtu? Gjithmonë mendon për njerëzit, mendon për Shkodrën, mendon për Shqipërinë, edhe të ndjekim me shumë kënaqësi edhe aktivitetin tuaj, edhe lutjet e juaja, edhe uroj shumë ta vazhdoni me jetë me shëndet, kështu siç jeni, i fortë, që të kemi ty te Papa, të pasuesi jon atje, e njëkohësisht ndjehemi shumë krenar për ju. Takimi erdhi dhe si një moment domethënës për thellimin e bashkëpunimit dhe forcimin e vlerave që bashkojnë qytetin e Shkodrës, në një kohë kur mesazhet e harmonisë dhe solidaritetit janë më të nevojshme se kurrë. Kardinali shqiptar prej disa ditësh po zhvillon takime me përfaqësues të ndryshëm, si dhe ka udhëhequr disa ceremoni meshtare në dioqezën e Shkodrës, Lezhës e Mirditës.